Tonë Artan Muagjiri, cili është në Itali dhe është në vazhdën e aktiviteteve në lojrat mesdhetare. Do të mësojmë edhe sot informacionet të ndryshme dhe Artanin, po është s'pëdi është në taksi, apo është në, nuk po e di, ndonjë tren, po që Artani mundet me na tregu. Përshëndetje Artan. Ja, ku jam Edi, po këtej kamionin kështu që të shihet edhe pamja se jemi duke shku në meqin e Donjetës, e cili meq do të filloj pas pak do të jetë në trasatim të drejt për drejt. Me disa prej anëtarëve të ekipit lëvizjes olimpike jemi këtu. Një pjesë e ekipit është këtu, pjesa tjetër në furgonin që është para nesh. Ka dashur fati që për herë të dytë kështu të lidhemi në lëvizje, po me dëshirën që të japim informacionet e fundit të asaj se çka po ndodh në Taranto. Ne aktualisht për një 10 minuta do të arrijmë edhe në San Giorgio Ioniko, palestra në këtë qytet e cila i pret meqet e boksit, palestër e cila doli të ishte më fatën në çerkfinalen e kaluar përmballë turkës Nur, në cilën u ballaqua Donjeta Sadiku. Sot në gjysmëfinalen e dytë Donjeta do të jetë kundër grekes Lekaki, ndaj se cilës pretendon jo vetëm kalimin në finale, po siç e ka thënë edhe ajo, nuk e kënaq as medalja e bronzë apo e argjend, ajo synim do ta ketë fitoren edhe në finale dhe marrjen e medaljes së artë. Kësaj për Donjetën ky do të jetë edhe një test, sepse dim që me një pas përfundimit të lojrave mesdhetare në Taranto pas 10 ditësh do të jetë edhe kampionati evropian, një gosh edhe më sfiduese për Donjetën, dhe ky do të jetë testi serioz i boksierës tonë më të mirë, e cila është duke mbrojtur nderin e sportit fisnik të boksit, me që 4 garuesit në konkurrencën e djemve nuk patën fat dhe nuk arritën që të jenë pretendent për të zënë podiumin. Dita sot me ka filluar edhe me ndeshjen e volejbollit, atë mes Turqisë dhe Kosovës te kategoria vajzave, në cilën ndeshje Turqia shënoi fitore si favorit edhe në letër që ishte 3-0, duke mbyllur kështu Kosova kampanjën e vet në fazën e grupeve me 4 ndeshje, 2 prej cilave fitore, një paraqitje mbreslënse dinitoze e ekipit të vajzave, pavarësisht që po të kishin më shumë fat ndaj Greqisë, mbase do ta synonin për herë të parë në konkurrencën ekipore dhe podiumin. Gjithsesi, në sportet ekipore ne debutojmë, si në basketin 3x3, futbollin, handbollin dhe volejbollin, sikurse edhe në padelin në pjesën ekipore. Prandaj pritshmëritë nuk është që kanë qenë të lartë dhe presioni më i madh sa janë përmendur medalet ka qenë te artet marciale të sportit ushtarake, me tekst të veçantë të sportit më të suksesshëm të judoja, pastaj boksi, karateja, në të cilat sporte tash njërin prej tyre në boks vetë që kemi siguruar një medalje. Sot ka arritur në Aroja dhe ekipi i judos që siç e kemi thënë një pjesë e delegacionit të tyre i kemi parë ditë më parë në Sicili, saktësisht në orën e arbreshve, mbase për të motivuar me elementet e erojit tonë kombëtar Gjergj Kastriotit dhe për të vazhduar me të njëjtin motiv edhe këtu. Lëvizjet janë shumë normale kështu nga palestra në palestër, madje në disa sporti i boksit është afër relativisht. Sporti i volejbollit ka qenë në qendër të qytetit, madje jemi afër këtu, afër Palla Amazonas, ku janë zhvilluar ndeshjet e volejbollit, por e ka vuajtur distancën më shumë futbolli, handbolli, në ndeshjet janë zhvilluar në Fasano në mbi 50 kilometra nga Taranto, që edhe operativisht edhe fizikisht ndoshta ka ndikuar në performancën e djemve dhe vajzave tona që në këto sporte që përmenda do të janë prezantuar deri tash. Sot do të jetë dita po ashtu e handbollit dhe futbollit. Për fat, për koincidencë, Kosova edhe në handboll edhe në futboll takohet me Italinë sot, në 2 ndeshjet që në vazhdimsi të programit të sotëm do të jenë në transmetim të drejt për drejt në radio televizionin e Kosovës. Por do të ndalesh atë meçi i Donjeta Sadikut, shikuesit që janë duke na ndjekur në këto minuta të fundit të emisionit tuaj të pasdites, i rekomandoj që të mos ndrojnë kanal sepse i gjithë emocioni nga palestra ku po zhvillohet turneu i boksit në lojrat mesdhetare do të vihet drejt për drejt dhe kemi parë se çfarë atmosfere ka qenë edhe në meçin e kaluar kundër turkës, kur arriti Donjeta të shënonte atë fitore prej 4-1, një sallë e cila duke sikur të ishte në Prishtinë, falë mbështetjes së madhe që ka patur edhe nga njerëzit e Komitetit Olimpik, përfaqësuesit e federatave të ndryshme dhe madje edhe sportistët e sporteve tjera, të cilët kanë qenë të lirë dhe këtë e kanë shfrytzuar dhe do ta shfrytëzojnë edhe sot sepse kemi parë një fluks edhe me autobus që janë nisur drejt palestrës
që të që jenë më të zhurmshëm dhe të japin vërtet Donjetës atë që e meriton. E pyetur me njerë pas meqit se si e ndjeu vjetën, tha më mirë se sa në Prishtinë Donjeta dhe uroj që edhe sot të jetë ashtu për të dhënë shtytjen e radhës, sepse Donjeta është 2 fitore larg të Artës. Një, po supozojmë që do ta arrijë sot, pavarësisht që nuk kam dëshirë të lëshohem në parashikime, por uroj që edhe në finale të kualifikohet. Madje në finale ekziston mundësia, potenciali shumë i madh që Donjeta në finale ta ketë një serbe dhe ajo do të jetë këtë situatë tjetër, sepse e dim që qasjen e Serbisë dhe qëndrimin e tyre në raport me sportin e Kosovës dhe mbetet të shihet nëse do të paraqitet në ring nëse ndodh kjo. Por një duel mes Kosovës e Serbisë do ta kemi edhe në basketin 3-3, madje kur e kam parë shortën jam çuditur se si nuk është bërë një short gjysmë i dirigjuar për të përcaktuar ekipet në grupe të ndryshme, siç ka ndodhur edhe me volejbollin në tekst të veçantë të djemtë të vajzat, ku Serbia është lënë në grupin A dhe Kosova në grupin B. Kjo nuk ka ndodhur në basketin 3-3 dhe mbetet të shihet edhe aty disponimi i palës serbe nëse do të paraqitet përballë Kosovës. Nëse kjo ndodh, atëherë pavarësisht rezultatit do të ishte fitoria më e madhe e Kosovës në këto lojra mesdhetare. Edhe duket që Elvira po të sheh kështu me ëndje duke biseduar edhe për basketbollin edhe për pjesën tjetër. Po, jo bashkë me Elvirën në afër. Edhe të fala nga Kosova, t'ja ka lënë sa më mirë, po Artan dëshiroj kështu me të pyet për shkak të organizimit ton të lojrave mesdhetare në vitin 2030. Sa po ju shërben gjithë komuniteti sportiv duke pa një ambient shumë të mirë atje në Itali, edhe jo vetëm dihet që kemi shku me shumë sportista atje, ndoshta po më shumë ti ndonjëherë, po sa po ju shërben kjo si përvojë edhe jashtë sporteve, po edhe jashtë pjesës ku ne garojmë në aspekt të organizimit, po ndikon kjo për me pa që ndoshta këtë përvojë shumë shpejt ne do ta kemi edhe në vendin tonë. Patjetër, nga dita e parë kur kemi ardhur këtu, ka qenë kongresi, asambleja e 36 zgjedhore, madje Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare, ku një njeri i afërt me sportin e Kosovës, një përkras i madh i procesit të lobimit të handbollit në periudha të ndryshme, dhe një njeri i cili ka uzën e konkurimit të Kosovës për t'i marrë këto lojra, e qoj në rrjedhën e dur, sepse në vitin 2023 me 4 shtator, kur u mor vendimi në Heraklion të Kretës për t'i marrë lojrat mesdhetare, ishte Serbia që tentoi dhe madje arriti që ta turbullojë situatën dhe për një moment u shkaktua një huti në mesin e pranishmëve, sepse kërkesa e Serbisë ishte që të shtyhet vendimi për votim për çështjen e Prishtina 2030, çështje të cilën e rehatoi me pak minuta Francesco Puromoto, që rije nga handbolli italian dhe një njeri i cili ka qëndruar afër handbollit të Kosovës. Ai është jurist shumë i zotit dhe dalja ati në foltore ja kishte qepur gojen delegacionit serb, i cili edhe tash në asamblenë e 36 këtu në Taranto u detyrua ku erdhi çështja e raportimit për ecurinë e përgatitjeve nga ana e ministrit të rinisë dhe sportit zoti Blerim Gashani. Delegacioni serb, siç e keni mësuar dhe nga raportimet, e lëshoi sallën, të irrituar madje paten punë edhe me pjesën e gazetarëve, të cilëve sepse nuk i pëlqente që i filmonim derisa ata lëshonin sallën, po uroj që dita ditës deri në vitin 2030 kanë kohë që të mësohen me realitetin e ri, të mësojnë pikat në cilat duhet të koncentrohen dhe mbi të gjitha të përbohen kartës olimpike dhe lëvizjes olimpike që flet për paqen, sepse edhe në krizat më të mëdha sporti ka shërbyer si ndërtues i paqes dhe i urave të bashkëpunimit, dhe kështu besoj që duhet të jetë. Është thënë nga delegacioni kosovar me shumë të drejtë që të gjithë do të kenë dyert e hapura për të ardhur në Prishtinë, e aty edhe Serbia, pse jo. Vetëm që u duhet të kalojnë kufinin, të prezantojnë pasaportat dhe të vinë në shtetet më të reja në botë. Artan, shumë fatë Donjetës edhe krejt sportistëve, unë falenderoj shumë, normalisht që do t'jemi gjatë gjithë kohës kështu të lidhur me juve, po edhe me gjitha informacionet, që të falenderoj që po i sjellë për gjithë publikun, të falja i bënd gjithë ekspeditës makinës parë dhe kësaj
të dytës edhe të keni kështu Po ju lë me pamjet pak edhe të makinës së parë që e kemi pak përpara nesh, është furgoni me targat e Kosovës, që ka arritur një nga 2 furgonet e Komitetit Olimpik, të cilët kanë arritur dhe kjo është rruga marsruta që po e ndjekim në drejtim të Leqes dhe San Gjorgjos, ku për pak do të jemi edhe në meqin e boksit. Drejtoni është në timon, fitimin drejtori në Akademisë Olimpike e kemi po ashtu këtu. Artan, a i bën buria makinës? Në Itali, sidomos edhe në Itali si në Kosovë, po s'patë burim vetë keq në trafik. Rregull është. Artan, faleminderit shumë edhe rruga mbar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.